Hello friends, so welcome back and happy Monday. Today is Vlogmas Day 8 and December 8. Kështu që pa humbur kohë, po fillojmë edhe këtë video dhe të shohim edhe sot çka kemi. Ja ku jemi edhe sot today me Day 8 edhe e kemi vendosur e kemi Immacolata Concessione, i titi. Edhe kena vendosën këtu imagjine dhe ma vonë do të ndesim edhe qiriun. Ma vonë do të rregullojmë edhe qëta, që të ne nxjerr këtë lulën nga këtu edhe me mi vendos ato poshtë, kam vendos poshtë që aty, duket po cohet e parë do t'ja largojmë ato edhe do dalim të shkojmë. Është vranet jashtë edhe e kam pasë i kam pru advent çokoladë. Do të marrim advent çokoladë, po sot do ta vendosim edhe advent kalendar edhe po veshemi. Po shkojmë. Ç'është? Qito do me bo një plan me vendos dikon qëtë. S'po di ku me vendosën, e ka këta këtu, mos me lonë mu, për me lonë qashtot, po do me vendosë në mure, edhe te këqyrim. Okay, advent, calendar. Okay, today it's Vlogmas Day 8, edhe është December, Monday 8, dhe ja ku është këtu hiri këtu, bravo! Day 8! Shiko se sa bukur e rregullone. Për festat e të vitit. Edhe këndi, shiko se sa bukur të qani. Ui! Okej, ja ku jam këtu edhe du me hek të sane edhe po du me kalsu advent çokoladë! E ku marrë advent çokoladë kështu edhe si është kështu me këto qytetin pëlqen këtu fshatra që janë Merry Christmas edhe tash do ta hapim Day 8 qështut i kam qëtu për mi hapa të cilët është momenti me të titin edhe qështut edhe duhet disa hapa të tjera omega 3-shin për me vendos aty me pi, me qite vogla edhe pastaj po e hapim advent çokoladë edhe ku marr një parfum. Dua të tregoj ku të çanta. Apo çto kumbe. Shika, Mountain Flower. Wow, sa parfumi i mirë. Më qitë kështu. Era shumë e mirë për vjenë, është e bardhë, kështu të pëshe. Mountain Flower, po shumë e mirë. Thëmë rinë këtu në qantë, dhe sa herë mund të taku me dikon për me marë. Okej, po i rregulloj qëtu edhe po e hapim advent çokoladë. Yesterday ishte second Sunday advent edhe ne nuk e kemi stu për shkak se kemi pasën home tour dhe sot për second Sunday advent pidhesim. Ja ku i kemi dhezë edhe qirinjt këtu edhe shiko është ka përmirësuar koha këtu të tjerë do t'jetë mirë kështu që ja ku është edhe qielli larg kështu edhe qëtu e kam la këto shiko këto të jastëko që ka qenë për November edhe kom bo qështu për shkak se po du me palu dhe me qit atje qëtu po du me shkrujtën qëtu që i kam kry disa gjona edhe qështu edhe qështu nesër është i nënti 10
dhjetor 2025 e hane e martë. Okej, qështët edhe ja ku është Advent Chocolate! Ui! Po edhe izim edhe që dritën qëto Madrid dhe qështët po e vendos këta me këta qëtë edhe Advent Chocolate. Shiko, unë i hapa këtu 1, 2, 3, 6, 3, apë këtu i kam largu. Shko, number 5, number 4, number 2, number 6, number 1, apshe, këtu janë qilë. Gjitha i kom kry, edhe today është number 8 edhe 7 e kina qilë, 7 edhe 8. Number 8, 12, ja ku është, today number 8. Advent Chocolate number 8. Woo! Christmas tree. Mama. Okay. Woo! It's Christmas tree. Yeah. Okay, qështu njerë për që tu. Edhe po du qatje. Qëto me largu. Tani kemi qëto, today it's Immacolata Concezione. Ja ku e kemi vendosën këtu. Immacolata Concezione, po do me vendos me hapën qirion. Kështët. Dhe me mbyll dritën dërsa. Dhe ja ku e kemi kështu të nxedhim po nxezim dritën këtu edhe ja ku është Immacolata Concezione sot festa di Immacolata edhe ja today do ta hekim edhe këto ta hekim qështu do ta bëjmë me këto atje poshtë do ta rregullojmë do pelo qëtu edhe ja ku është o Immacolata Concezione prega per noi o Immacolata Concezione prega per noi o Immacolata Concezione prega per noi ja ku është kështu dhe ja ku e kemi edhe sot festa di Immacolata. Ok, tani duhet mi largu qëto lullën e verdh prej këtuhet për mi vendosën ato të shohem se si të t'ja bëjmë. Që qokollatës po di ku me lunë. Ok, pelo që të mrena. Që di që shtët. Shiko, ku me lunë. Ok, që të pelo. Që të pelo mrenda edhe këtu me kapilën. Ok. Që ato po du me largu. Ja ku largun këtu. Dhe i largova mbe i kësajna këtu. Edhe shiko kjo tani këtu dhe në vjen era. Vjen era. Mirë. Nga lulle. Në edhe pse. Këti dua mi hedh këtu. Qujtë për shkak se u bon që shtët. Dhe për marrë tash pi vendosa të tjerë. Ja ku është këtu, tani që do të vendos këtu gjithë ullirit të cilët i ko marrë nga manastiri i shenjt i Zvërnicit, kështu që do ati fusëm brenda në këto për me vendosë ma mirë, mi rujt taman kështut gjithët e ullirit të thot të manastirit të shenjt. Ja ku janë brenda këtu dhe ja ku i vendosa më në fund dek ulliri dhe gjithë ulliri nga manastiri i shenjt i Zvërnicit kështu që ja ku është dua ta bëj këtu një letër me vendos edhe me shkrujtën që është shenjt nga manastiri i Zvërnicit kështu që janë shumë important dhe ja ku e kam edhe një tjetër kështu bukur e mirë dhe nuk po d'ja me vendos edhe një këtë si bukur fantastik më pëlqen dhe ta bëj një foto
Dhe kështu kemi një kek duke pjekur dhe të ta ham me qaj. Ui. Mirë. Ja ku jam këtu edhe është vonë, isha duke shikuar televizor dhe i jam kështu të shiko krejt është janë të ndisura edhe drita ato, po është edhe që ky qiri që të po më duket që është bërë, shiko, është mrena aty dhe është bërë kogja poshtë. Ishtë tira turë mrena. Mujtë me largu. Tani unë desë ma bukur. Jam duke nejtë qëtu edhe për përfundoj edhe për shkoj për fle. Ludha dhe pse mas dite kam flight. Tomorrow, another vlogmas me Wizarding. My Wizarding Christmas to go life. Living life. Okay, po shpëfundoj videon. Okay, this is it edhe for today. Gjithë ju që pëlqeni videon mja bëni like, bëni subscribe pa të gjitha videon mja në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you tomorrow me new video Vlogmas Day 9.